Proceduralisht, qasja është e gabuar, sepse ky është buxhet që është miratu në tetor të vitit të 2025. Zgjedhjet kanë mbaruar janë kryer me 28 dhjetor, mandati është marrë nga partia që ka fituar zgjedhjet dhe është dashur që për 28 dhjetorit e këndej të përgatitet edhe programi qeverisës në mënyrë që ku të miratohet, kur të votohet qeveria në kuvend, të miratohet bazuar në një program qeverisës që shpërndahet paraprakisht deputetëve, e jo vetëm një ekspoze me një fjalë e cila dhe ashtu nuk ju ka shpërndahet deputetëve, edhe i cili program qeverisë nuk është reflektuar fare në buxhet. Por ky është buxhet i tetorit 2025. Javën që shkojnë ne kemi mbështet zgjatjet buxhetore në bazë ligjit edhe për muajin mars. Pra nuk ka pas asnjë nguti që të sjellët në kuvend një buxhet i tetorit vitit 2025 që nuk reflekton orientimet e reja programore të mandatit të ri të qeverisë. Kjo është sa i përket aspektit procedural, po s'ka pas asnjë nguti, është dashur të punohet me kujdes për 2-3 javë të ardhshme, për një muaj, sado që ka nevojë deri në pjesën e 2 të marsit ka pas mundësi që të punohet në të, sepse edhe për mars janë zgjatjet buxhetore në fuqi dhe të sjellet pra një buxhet përmbajtësor. Po kështu si është praktikisht i pa përmirësueshëm. Ne kemi një praktik në kuvend ku në mes të 2 shqyrtimeve të ligjeve, sa do ky është një ligj, mund të bëhen amendamente të ndryshme dhe të përshtaten, po ky buxhet, draft buxhet, si është sjell nga qeveria është i pa përmirësueshëm përmes amendamenteve dhe ne kemi kërkuar që të kthehet prapa të reflektohen objektivat e reja të qeverisë që është zgjedh në kuvend, ato që janë thënë në rastin e votimit të qeverisë dhe mandej ne ta shqyrtojmë në detaj. Kjo nuk është bë, dhe tani jemi në procedura të diskutimit të këtij buxheti. Sa i përket përmbajtjes së këtij buxheti, praktikisht është një reprizë e buxheteve të 4 viteve të fundit. Pse po them këtë? Sheh që struktura e buxhetit është përmbys komplet. Përpara ka pas një praktikë shumë të mirë që raportin mes shpenzimeve kapitale edhe shpenzimeve rrjedhëse ku hyn pagat, mallrat e tjera, ka qenë në favor të shpenzimeve kapitale. Për arsye se përmes shpenzimeve kapitale është ndërtu kapitali shoqëror, kapitali publik, rrugët, autostradat, shkollat, hekurudhat, institucionet shëndetësore dhe institucionet tjera që kanë mundësu ofrimin e shërbime më të mirë për qytetarët dhe kanë mundësu që të zvogëlojnë kostot e operimit të bizneseve. Ky raport tani është përmbys duke u rrit tej mase subvencionet e ndryshme në për gjitha institucionet, në për gjithë sektorit pa përjashtim. Po jap një 2 shembuj të zëm. Vazhdon me ritme në rritje subvencionimi për ndërmarrje publike. Normalisht plot ndërmarrje publike edhe në të kaluar nuk kanë qëndruar mirë sa i përket aspekteve të tyre financiare. Por në vitet e fundit janë shtu subvencionet ndaj këtyre ndërmarrjeve dhe është kriju varësi e plot e këtyre ndërmarrjeve nga subvencionet që marrin nga shteti, duke shkatërruar çfarëdo lloj menaxhimi financiar brenda këtyre ndërmarrjeve. Dhe një rast tjetër që është skandaloz për mendimin tim është subvencionimi i bujqësisë. Ne vazhdojmë ta subvencionojmë bujqësi, por nëse sheh se çfarë po prodhohet në vend dhe çfarë po importohet, sheh që për shkak të rritjes së vazhdueshme të importeve edhe të produkteve bujqësore, tregon që prodhimi vendor praktikisht është duke stagnuar dhe duke ra. Dhe ajo që është më e keqja, mënyra se si shpërndahen subvencionet për bujqësi, duke i vënuar ato subvencione, duke i shty bujqet që të marrin kredi tek institucionet mikrofinanciare me norma shumë të larta të interesit dhe mandej kur këto subvencione ju paguhen bujqve, një pjesë e konsiderueshme atyre subvencioneve shkon për të paguar kredit dhe interesat që bujqet i marrin tek këto institucione mikrofinanciare me norma që shkojnë 2-13, 15, 18%. Problemi tjetër fundamental është shifrat e mëdha për investime kapitale,
por ka 3-4 vjet, 5 vjet që të gjitha arterjet kryesore të rrugëve në Kosovë janë të pa përfunduara. Edhe rruga për Podujeve ende nuk është kry, autostrada për Gjilan është met, që sa vjet aty kur ka qenë, rruga për Pej, rruga për Gjakov. E plot projekte që ta ndejnë për Kosovë kanë mbet në gjysmë që nga mandatet e qeverive të kaluara. Këta në kohën që këto kanë qenë kontratat e nënshkruara në qeverit paraprake. Edhe sikur këtë fakt ta marrën si të mirëqenë, janë 5 vjet të qeverisjes. Ka pas mundësi që të fillohet nga e para një projekt, nga ideja, nga plani zbatimit, nga prokurimi, nga zbatimi dhe nga përfundimi. Pra ka pas mundësi të niset nga zeroja një projekt edhe të shkoj përpara. Po këto janë problemet kryesore që i ka ky buxhet, menaxhimi financiar në këto vite është katastrofal. Tani unë jam gjatë këtij mandati do të jem antar i Komisionit për mbikëqyrje të financave publike. Mandatin e kaluar kam qenë në Komision për Buxhet dhe Financa, po i përcjellin nga afër çështjet financiare. Nëse shihni me kujdes raportet e auditimit për institucione qendrore dhe për ndërmarrje publike të përgatitur nga zyra kombëtare e auditimit, kur më keq nuk ka qenë gjendje. Që tregon për mënyrën se si po shfrytëzohen taksat e qytetarëve. Ka plot institucione që kanë vlerësime negative nga zyra kombëtare e auditimit. Dhe kjo shihet në shikim të parë nga një qytetar që nuk i ka një urit detajuar se si shpenzohet buxheti i shtetit. Vetëm nëse marrim të zëm numrin e tenderëve një borimor, që janë mira për blerjen e mallrave, shërbimeve ose për punë të tjera që nuk kanë asnjë bazë ligjore që të kryen përmes procedurave një borimor, sepse ligji është i qartë kur një tender realizohet përmes procedurave një borimor. Atëherë kur ka emergjencë kombëtare ose kur nuk ka në treg nuk ka kompani tjetër që ofron atë shërbim përveç një kompanie, po lista e mallrave, shërbimeve, produkteve e tjera që blen qeveria përmes tenderëve një borimor është për çështje që nuk i përmbushin asnjë kusht ligjor për të kry procedurat një borimore. Ka plot probleme gjithandej. Vendimet ad hoc të qeverisë për shpenzime të njëhershme gjithashtu krijojnë probleme për këtë buxhet. Pra, marrë në tërësi, ky buxhet është shpenzuar dhe në të kaluar, dhe kështu si ne ka ardhur tash, nuk i përmbush kushtet elementare për të siguruar shpërndarje të drejtë, efikase, edhe për të siguruar vlerën që shteti e merr për paratë që i shpenzon. Unë po ju jap një informat, krahasu me vitin 2021, kur këta kanë marrë mandatin, në buxhetin e vitit 2026, shifrat janë që ka mbi 5.000 të punësuar më shumë në sektorin publik, në shtet, në institucionet shtetërore. Edhe këta janë kryesisht në nivelin qendror, jo në komuna. Komuna ka pas një rritje të vogël të punësimit. Edhe tjetra, nëse i sheh se ku janë punësu këta njerëz, e sheh që nuk janë të punësuar shtesë në arsim e shëndetësi. Sepse në arsim e shëndetësi ka një logjik, janë disa formula për punësimin e mësimdhënësve, stafit, mbështetës e tjera, ose në shëndetësi. Por nuk janë ato, janë në institucione tjera që janë kryesisht administrative. Edhe rritja e numrit të ministrive tash nuk ka asnjë lloj arsyeshmërie. Numri i punësuarve do të rritet për disa qindra tash me kabinetet e tyre, me departamentet e tyre që duhet të formohen, pra është edhe një shenjë shtese po quaj kështu abuzimit me buxhetin e shtetit nga njerëz që kanë qenë ekstrem të zhurmshëm në të kaluarën për madhësinë e qeverisë. Kanë qenë ata që kanë promovuar një qeveri të vogël relativisht për të ofruar shërbime për qytetarët, ndërkohë që tash i kthehen komplet, e bëjnë të kundërtën dhe nuk ofrojnë asnjë arsyeshmëri, as falje publike nuk ofrojnë. Unë kam parasysh që afatet ligjore kanë qenë bukur të ngushta, po mos përfshirja buxhetit të Komunës Prishtinës në këtë buxhet është e paarsyeshme.
ka pas kohë të mjaftueshme që ai buxhet të përfshihet, buxheti i Prishtinës pra të përfshihet në buxhetin që ka ardhur në kuvend, duke ditur që tabelat buxhetore që miratohen kuvendi i komunës së Prishtinës vetëm integrohen në buxhet, pra nuk ka nevojë për punime shtesë, për përshtatje shtesë, sepse komunat e kanë autonominë e vet në qeverisjen lokale dhe buxhetin që miratojnë në kuvendet e tyre komunale vetëm bëhen pjesë e buxhetit qendror. Unë pres që SPAK-u gjatë 2 shqyrtimeve në kuvend, mes shqyrtimit parë dhe 2 të këtij ligji të buxhetit, buxheti i komunës së Prishtinës të përfshihet edhe të miratohet krahas buxhetit të përgjithshëm, përndryshe do të kenë probleme. Do të kenë probleme komuna e Prishtinës, siç kanë pas edhe vitin e fundit, sepse ata janë duke operuar me buxhet e vitit paraprak në pamundësi për të realizuar projekte të mëdha kapitale. Njerëzit po harrojnë që komuna e Prishtinës nuk është si çdo komunë tjetër në Republikën e Kosovës, është kryeqyteti i vendit. Pra ofron shërbime të nivelit kombëtar, të nivelit shtetëror për gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës dhe për gjithë institucionet e Republikës së Kosovës dhe duhet të ketë vëmendje të veçantë në ndarjet buxhetore. Ky buxhet nuk është buxheti i vitit 2026. Në fakt, i tërë buxheti është buxhet që është miratuar në tetor të vitit kaluar dhe është buxhet i përkohshëm, është buxhet që nuk sjell kurrë projekt të ri, 81% të vijave buxhetore të investimeve kapitale janë vazhdimësi e projekteve. Këtë buxhet nuk përfshihet as sigurime shëndetësore. Paramendoni, kryeministri flet për miratimin e ligjit për sigurime shëndetësore janë veç 10 milion euro. Pra ky buxhet është buxhet që e kthen Kosovën mbrapa, status quo, nuk e mbështesim, e mbi gjitha nuk e mbështesim për shkak se nuk është u votu buxheti për një vit, është duke u votu një buxhet për disa muaj. Rritja e numrit ministrive të kësaj qeverie e ka vetëm një qëllim. Ai qëllim është që të akomodohen politikisht kolegët partijak të vetëvendosjes në zyrat e qeverisë për të ushtruar funksione dhe për të ushtruar ndikim politik të këtij subjekti politik. Pra nuk është rritja reflektim i një nevoje zhvillimore të vendit, i dikastereve që do të prodhojnë zhvillim. Mirëpo rritja drejt për drejt është për të vendosur militant partijak politik në zyrat e qeverisë. Rishikimi i buxhetit ka kuptim vetëm kur ka një agjendë zhvillimore, kur ka një program. Ne shohim që as nuk ka program, as nuk ka projekte zhvillimore, as nuk ka koncept në zhvillimit të vendit, pra ai rishikim do të ndodh prapë për të akomoduar një qëllim politik. Shihet që në emër të demokracisë, kjo qeveri don ta instalojë autokracinë të përfshijmë dhe të shtrijmë në dikastere ministrore në qeveri, në institucionet pavarura dhe pastaj edhe me projekte do të ndihmojnë drejt për drejt zonat e tyre dhe interesat elektorale. Përfundimi i të gjitha magjistraleve me procedurë të shpejtë. Buxheti për sigurimin shëndetësor, forcimin e shëndetësisë. Investime shumë të mëdha në arsim, në veçanti në arsimin universitar, mirë po edhe në qerde. Pastaj, tepër rëndësishme është koeficienti i pagave për zyrtarët publik dhe në fund investimet kapitale të përshpejtuara në sektorin publik, për shkak se nëse nuk ka investime kapitale, atë nuk ka ekonomi. Ekonomia është para kollapsit për shkak të shumë çështjeve dhe e fundit lidhet drejt për drejt me investimet në energji. Çmimi i energjisë, çmimi i rrymës është i papërballueshëm, ndërsa investimet nuk janë planifikuara, në fakt investimet në energji janë ndalë nga kjo qeveri. Ka një diskriminim buxhetor, jo vetëm në raport me komunat,
po me udhëheqjen që partitë tjera e kanë këtë rast të opozitës. Shumica e projekteve kanë shku te komunat që udhëheqen nga vetëvendosja.